Falëndrimi i takon Allahut, Zotit të botëve, që na udhëzoi në Islam dhe na begatoi me të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai dërgoi si mëshirë për botat, në këtë botë edhe për mëshirë për botën e mshushme. Për të lexuar shpalljet. Çdo pejgamber ka pas mision që ta kumtoj shpallin e Zotit në tokë. Për të na pastruar dhe për ta mësuar fenë e drejtë, që të na bëjë atil që ta pasojmë, po edhe të na mësojnë fenë e drejtë. Me vullnetin e Zotit do të flasim për temën përgjigjen e Allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allahu u ka dhënë besimtarëve një dhuratë e madhe. Dhuratë që askuj tjetër nuk jepin të gjohë, vetëm besimtarëve e kanë këtë dhuratë të madhe. Cila është ajo dhurata e madhe që popujt tjerë nuk e kanë pas, se kanë pas privilegji që Allahu mja dhon këtë dhuratë të madhe. Kur u solli një të dërguar nga gjiri i tyre, nga mesi i tyre, nga soji njerëzor. Edhe pse Allahu te bareke ve teala pejgamberët ka mujt me sjell pi sojt apo pi gjirit me lajkeve, pa e zgjodhin në mesin e të gjitha krijesave, e zgjodh krijesën më të veçantë, në këtë rast Muhammedin alayhi salatu wasallam si krijesa më e përsosur Allahu te bareke ve teala. Edhe kjo është dhurata më e madhe që ju çdon këtij umeti. O ju që besuat, friksoni Allahut dhe përgjigjni thirrjes së tij. Kur thret thirrja e Allahut, respektivisht edhe thirrja e Muhamedit alayhi salatu wasallam, sepse ai nuk ka fol nga mendja dhe nga dëshirat e tij për një çështje fetare, po siç ka thënë Allahu: "In huwa illa wahyun yuha", ai është shpallje nga Zoti dhe fjalët e tij burojnë nga fjalët që Allahu te bareke ve teala pa të mësu të dërguarit ton alayhi salatu wassalam. E Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O besimtar, po drejtohet ty, edhe ty besimtar i ditës gjumo, bindni Allahut dhe të dërguarit e tij kur ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Bindni Allahut dhe bindju të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në çka? Në ajo që jep jetë. Islami është jeta. Islami jep jetë, e nxjerr njërin nga të qenërit me trupi vdekur në të qenërit i gjallë me trup e shpirt. Prandaj me të drejtë Allahu e ka thujt: "Idha da'akum lima yuhyikum", ku të thret drejt asaj që jep jetë. Kjo thirrje është për jetë shpirtërore, udhëzim dhe sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Kush nuk e dëgjon këtë thirrje me zemrën e tij, është në humbje. Allahu thot: "Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summun bukumun alladhina la ya'qilun." Krijesat më të këqija para Allahut janë ata që janë shurdh me mec ndaj të vërtetës. I shurdhë nuk e ndëgjon fjalët e Allahut. Me mec nuk fol për fjalën e Allahut. Njerëzit më të këqij para Allahut janë ata që janë të shurdhuar dhe shurdh me mec ndaj të vërtetës, nuk kanë arsye me qenë të tillë. Allahu thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim", njeriu e krijuan në formën më të mirë, më të përsosur, në superlativ, prandaj nuk ka nevojë të jetë i tillë. Të jetë pasues i jepshit e shejtanit, e dynjas, e të botë rob, i dinarit, e i dirhemit, e që nuk ka arsye me qenë i tillë. Një qeni që ka fillim, edhe një qeni që ka mbarim, nuk ka arsye të jetë i tillë. Allah thot: "In huwa kal an'ami bal hum adallu sabila." Ata nuk janë tjetër vetëm si bakti. Da nuk pi quj. Allahu pi thot: ata janë sikur se baktit. Madje edhe ma keq se baktia nga rruga drejt. Kanë shikje, po nuk shofin.
Kanë dëgjim, por nuk i ndëgjojnë fjalët e Allahut. Kanë zemër, por nuk e ndëgjojnë fjalën e Zotit. I shohin argumentet, i shohin faktet, i shohin natyrën, vetveten e tyre, çdo gjë që na rrethon. Ato që e dim, ato që nuk e dim që janë një krijues, një furnizues, një rregullues, një sistemues i këtij globi, prap ajo është i verbër. Prap është shudh me mec. Prap nuk ka zemër, nuk ka shpirt, e ka një zemër të vdekur dhe zemër e gjallë është ajo që përmend Allahun te barekuhu teala. Mos t'i ngjajmë atyre që thonë dëgjuam, po nuk vepruam. Kur të dalim para Allahut te barekuhu teala, nëse të tillë kanë thonë, baba i kemi do thonje, kem dëgju, po nuk kem vepru. Mos bëhem ne nga ata. Dëgjimi pas zbatim është argument kundër nesh në ditën e gjykimit. Pra, dëgjimi pas zbatim është argument kundër teje. A i kemë dëgju fjalët e Allahut, e kemë dëgju ezanin, e kemë dëgju fjalën la ilaha illallah, e kemë dëgju tauhidin, njëshmërinë e Allahut në veprën e tij, në adhurim që ka emra dhe cilësi të bukura. Kemë dëgju për Allahun, kemë dëgju për Kur'anin, kemë dëgju për Islamin. Po valla, na s'jemi marrë shumë me fe, se kam prioritet fe. Kur i marrin ka gazetarën për rrugë, valla nuk kem qenë as këne as anej, nuk jem shumë fan si fes. Thu që kjo punë e ndëgjimit dhe respektimit të çështje fonton dëshirash. Jo, kjo nuk o fonton dëshirash. Kjo është obligim. Ti si krijesë dhe unë si krijesë, gjithsesi si krijesë, një në shtu krijuesit, kjo është obligim, nuk o çështje zgjedhore. Vëllezër, mos t'i ngjajmë atyre që thojmë dëgjuam por nuk vepruam. Dëgjimi pas zbatim argument kundër nesh në ditën e gjykimit, por profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El-Qur'anu hujjatun lak aw alek." Kur'ani është argument për ty ose kundër teje. Ditën e gjykimit ose është me ty, me të mbrojt, sepse e ke zbatu, e ke lexu, e ke meditu, ju ke nështru krijuesit, ose është kundër teje. Pse kundër teje? Po e ke pas në xhami, e ke pas në radh, e ke pas në shtëpi, e ke ndi fjalën e zonit, e ke ndi hoxhen, e ke ndi besimtarin atje, të ka folë për Islamit. Ajo është argument kundër teje ditën e gjykimit. Allah i përgëzon ata që dëgjojnë dhe veprojnë duke thënë: "Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Të cilët pasi dëgjojnë fjalët që u thuat, fjalët e Zotit, ndjekin ajo që është më e mira prej tyre. A ka thonë Zoti po, më të mirën komentik. Allah i ka lëvdu njerëz të tillë. Nëse nuk i përgjigjem sot Allahut, nesër do të jetë vonë. Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Pa besimtar do thot sikur ti isha dhej, kur do të del para Allahut. Sikur mos më kish kriju Allahu, po të kish kriju dhej në vend tënd. Sikur ti isha bo dhej e mos të ringjallsha. Sikur ti isha sikur kafshët ishin bo dhej dhe nuk ringjallen ato me dhon llogari. E kjo është vonë, në momentin që Allahu nuk e pranon një gjotë të tij. Do të pendohemi, do të thojnë njerëzit: "Wa qalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi as-sayyid." Njerëzit do të thonë: "Sikur të kishim dëgjuar ose menduar pak. Sikur të kishim ndih që ato fjalë kanë ndih, po sikur të kishim ndih tamam, edhe të kishim menduar për to, nuk do të ishim si midis banorëve të zjarrit flakërues. Ashabu Said, zjarrit flakërues. Nuk do të ishim që të gjenden në banorët e zjarrit. Po se patëm dëgju fjalën e Zotit, udhëzimin e Muhamedit, tash jemi këtu. Ku jemi? A dit do ta them një gjë të tillë. Nëse nuk dëgjojmë hutbën, prandaj jemi shumë kujdesshëm kur e themi këtë. Edhe Allah i nderoft ju shpërblet që po ndëgjoni. A di çka do të thotë hoxha ku të hyj në hutbë? I lexon fjalët e Zotit. Veç për marrin njeriu normal e merr. Edhe në lëvizje që s'ka çare ka herë pa lëviz. Po me fol, me bisedu, me atërhek tjetër të vetë, kjo nuk lejohet në Islam. Prandaj o vëllezër, nëse nuk e ndëgjojmë hutbën, nuk lexojmë Kur'anin dhe nuk mësojmë hadithe, si mund ta njohim fen tonë? A që do mediat që pi shofim çdo ditë në ta mësu fena, se s'po duhet edhe mja për stërfu këtu. Mediat të cilat më të vërtetë kanë tepruar shumë me fyrjet më të këqija ndaj fesë Allahut te barekota. A që ta më ta mësu fena? Nëse se mëson këtu në xhami, kush më ta mësu fen? Ku me niti të vërtetën? Prandaj jemi shumë kujdesshëm në vëllezërit e mi.
Allah na ka thirr drejt falës dhe udhëzimit. Allahu thot: "Qalet rusuluhum a fillahi shak fatiru as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yukhrijukum ila ajalin musamma." Të dërguarit e tyre, profetët e tyre, thanë: "Vallë, a mund të dyshoni në Allah? E fillahi shak. Qysh keni mundësi me dyshu në Allahun?" Profet kanë thonë: "Qysh mund të marrën një njerëz me dyshu në Zotin? Qysh na me dyshu në krijuesin ton? E me na mashtru dikush që kurkushis është. E fillahi shak. Krijuesi i qiellit dhe i tokës." A di çka po flasim? Me të mashtru dikush kundër fesë Allahut, i cili është krijuesi i tokës dhe qiellit. Një kurkush i heq atje. Me fol në emnin tonë, në emnin e fesë Allahut te barekuhu teala. Krijuesi i tokës dhe qiellit, ai ju thret juve për t'ju falur disa gjinohat tuaja dhe t'ju lë deri në afatin e caktuar. Na jemi me afat. Kur na s'ka dhënë afatin neve, e di ku kem vendin. Me afat je, me kohë, me minuta, me sekonda, me qindat e sekundit. Fejda gjajeluhum, ku t'vjen gjeli, le e stakhirun e satën o le e stakhdimun. As nuk shpejtohet, as nuk vanohet për një qast. Ti e unë gjithsesi na jemi me afat në këtë botë. Në moment që t'den afati dhe koha, s'ka mu njeri. Edhe me njerë të mbrojnë emrin, bina qatë gjenazi këtu. Hoxha kërkuj a thirë emrin, bina ku fomen këtu, thot bere gjenazi. Thot bere filonin këtu në emrin. Mas pari emrin të ndrojnë. Pasha Allahun azogje, që kjo neve ka me në ndodhë. Kjo është e vërteta që ne nuk përdojmë me kuptu. Po t'jemi besimtar të mirë, t'jemi njerëz të mirë, veprojmë mirë, punojmë mirë, ti në nështrojmë krijuesit tonë, ta njohim Zotin tonë, ta madhnojmë ata dhe ti në nështrojmë vetëm atij, pastaj të punojmë me nder dhe me faqe të bardhë dhe për këtë botë. Ta jetësojmë këtë botë, të punojmë për këtë botë e ta harxojmë në halal. Ashtu Allah që shërsazi. Kush nuk i përgjigjet është në humbje të madhe. Allahu thot: "Wa man lam yujib da'wat Allah fa laysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi waliyyan ulaika fi dhalalin mubin." Ata që nuk i përgjigjen thirrjes Allahut, s'dash me një përgjigje. Nuk do të mund t'i shpëtojnë atij në tokë dhe askush nuk do të mbrojë nga dënimi i tij. Në tokë s'kan rahati. Si nuk ka cjellë, po me shku në qellë, ju vjen vdekja. Ejnema takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Ku do që t'jeni, ka po t'ju godit dhe po t'ju nxon vdekja nëse edhe në fortesën më të sofistikuar. Prandaj në tokë s'ka ikje, ata që nuk i përgjigjen thirrjes Allahut, nuk do të mund t'i shpëtojnë atij në tokë dhe as nuk do të mund ta mbrojnë nga dënimi i tij. Ata janë në humbje të madhe. Prandaj vëllezër, falenderoni Allahun që ju ka udhëzuar këtë Islam. Gjonë më të shtrejt, o vëllezërit e mi që e keni, që nuk ka çmim toksor, as qiellor, është në Islam që e keni. S'ka diçka më të shtrejt. Krejt çka ka pikërisave, mi qitë menirinon, këto ti që e ki këtë Islam, kjo jam unë. Kjo dhurata më e madhe që ta ka dhënë ty edhe mua dhe gjithsesi të pinesh, ka dashur Allahu ju ka përzgjedhë dhe keni ardhur këtë ditë xhumoje. Ka njerëz që e pranojnë veten atë që përputhet me dëshirat e tyre. Allahu thot: "Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." E nëse aty nuk të përgjigjen ty o Muhammed, s'dëgjojnë ty o Muhammed çka po thu. Dije sa ata janë sklavër të dëshirave të veta. Po muj ka njeri më konë skllav i dëshirave po. Ai që nuk i përgjigjet Zotit, si përgjigjet pejgamberit alayhi salatu wasallam, ai skllav është. Skllavi ku je egos, nefsit, vetvetes, është sklavru. I lirë është vetëm ai që e nje krijuesin e vet, e nje pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam. Këto janë robë të epshët që ndëgjojnë thirrjen e Zotit, nuk i përgjigjen. Jo të Allahut, edhe nëse quajnë veten musliman, sjellja e tyre tregon hipokrizi. Allahu na ruaj nga hipokrizia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salatu wassalamu i dërgojmë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Pengesat që ndalojnë besimtarin nga Allahu, janë disa pengesa që e ndalojnë që duhet nami të i kalu. E para kryelartësia. Mu kon kryelart me ta marrë mendje që ti e mbi të gjithë, nuk ka sukses. Si iblisi që refuzon me mendimadhësi. Iblisi ka mendimadhësia ka thunë qatë drejgje. Profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte, kryelartësia është
refuzimi i së vërtetës dhe përbuzje e njerëzve. E para. E dyta, zilia, si jahudit, që refuzojnë pejgamberët nga smira, nga inati që kanë pasur për pejgamberët e Zotit, i kanë refuzuar. Allahu thot: "Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuru bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabli in kuntum mu'minin." Kur aty ju thuhet hebrejve, kur ju thuhet besonin në ato që ka shpallë Allahu, besonin në ato që ka shpallë Zoti, çka thonë ata, çka kanë thonë të kaluar dhe tash po, njëjtit çata. Ata përgjigjen, ne besojmë në atë që na është shpallur neve. Neve që kanë ardhur, jo që ka ardhur pejgamberëve, neve që kanë ardhur. Duke mos besuar në atë që është zbritur me pas. Jo, mbrapa nesh, që ka ardhur, shpallin, na nuk i besojmë ato. Ndonë sa është e vërtet që pohojnë shkrimet e tyne, e pohojnë shkrimet e tyne, Teurati e përhon ato që ka është. Tu e atyre, tregojnë ty Muhammed atyre, që ka një tregu, nëse jeni besimtar, pse i vrat profetët e Zotit? Me çfarë drejti i mytët pejgamberët e Zotit? Atëherë kur ju erdhen, kur erdhen pejgamberët, pse i vrat pra? Mas i bëthunin ai pasoj. E treta është fanatizmi dhe pasimi i verbër i prindërve, i grupeve caktuar me interese dhe shumë rrallë. Allahu thot: "Wa idha qila lahum ittabu ma anzala Allahu qalu bal nattabi ma alfayna alayhi aba'ana." Kur atyre thuhet, ndiqni ato që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen jo. Ne do të ndjekim atë udhë në të cilën i kemi dëgjuar të parët tonë. Ai keni në televizion. Çka u koni liri? Pa u kon pagan. Po ka besu në gur, ka besu në dur, po ka besu në zonat malit, po ka besu në shkëllshetër. Allah na qëto. Qëto na, hoqë, qëto. Po Allah është ka shpallë. Ja, ato, jo hoqë, ja ato. Namazë, zeqata, gjire me haqë, këto, mu aty. Na dojmë diçka tjetër, na dojmë gjarkëni. E lërë në gjarkë në kanë besu. Qa me bota? Shqiponin me besu, me adhuru. Pa jo krijesë e Zotit është. Si kur ti që e krijesë, edhe ajo është krijesë e Zotit. Prandaj këtu është një problem shumë serios. Pastaj është pasimi i epshit të vëllezër. Shumë njerëzit kanë pasim të epshit. Fellem yastajibu lak falem annama yattabi'una ahwa'ahum. E nëse aty nuk të përgjigjen ty o Muhammed, dije se ata janë skllëvër të dëshirave të veta. E fundit frika nga njerëzit. Kanë shumë nga besimtar kur ju thup se bras po vjen diçka. Vallai më pa mund që po hi për der xhamis bot kiameti. Më shohin hallti. Shikoj çfarë drejje ka. Dikur jemi tut ndoshta pi armikit, po tash i vjen marrë pi njerëzve të vet. Si vjen marrë me shkun diskotek, si vjen marrë me shkun kafe traki, si vjen marrë me shkun me bozino, si vjen marrë këto krejta ato i arsyeton. Në xhami të dera xhamis, vallai marrë dyshush me hi. Pse bre marrë në xhami marrë? Prandaj o vëllezër, Allahu thot: "Fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin." Mos ju frigoni atyne, mos ju frigoni njerëzve, frigoni Zotit nëse jeni besimtar, jo njerëzve. S'kan nevojë njerëzit me të frigu për me shku. Elhamdulillah, gëzojmë këtë liri. S'kan nevojë kush me tut ty e mua s'kërkondin. E kemi fitu këtë liri. Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Prandaj s'ka nevojë njeri mundu i keq pi njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush kërkon kënaqësinë e njerëzve duke i dhuru Allahun, Allahu do t'i jetë i zemruar me të. Dhe edhe njerëzit do të jenë të zemruar me të. Ka një bodhe njerëzit mu zemru me të. Ka marrë për njerëzve. Vëllezër besimtar, përgjigjni thirrjes së Allahut me zemër të përuar dhe të sinqertë. Mos u bëni si ata që dëgjuan, por nuk zbatuan. Dëgjuan duke shoqëruar dhe nuk vepruan. Lusë Allahun me zemrat tona të përqendrohemi në fenë e Tij dhe të na bëjë për atyre që dëgjojmë, e kuptojmë dhe veprojmë me fjalën e Tij. Ja muqallibul qulub, thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemrave, përqendro zemrën tonë në fenë tënde. Allahu hyn na mëson dhe na shmang zemrat prej atyre gjërave të këqija. Falna, mëshirona dhe na bëj për të sinqertë në këtë botë dhe në botën shpëtim në botën tjetër. Allahu im na pranon veprat tona dhe të familjarëve tonë, neve, familjeve tona dhe të gjithë besimtarëve. Amin. O Zot na fal, na mëshiro.
Na fal ato gjëra që i dim, ato gjëra që nuk i dim, ato gjëra që i bën rahresa dhe shkëdesje, kullu ma tasmur wa astaghfirullah li wa lakum ibadallahi Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallahi inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.